345 milion lekë është fondi që qeveria ka vënë në dispozicion për dëmshpërblimin e 15 bashkive, të cilat u përballën me zjarret masive gjatë verës së 2025-s. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu bëri publik shpërndarjen e fondeve, duke detajuar shumën që do të përfitojë secila bashki. Bashkia që përfiton shumën më të madhe është ajo e Krujës me 146 milion lekë, e ndjekur nga Gramshi me 86,6 milion lekë, ndërsa fondi për bashkinë e Krujës, më i madhi në 14 bashkit, përfshin edhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura nga fatkeqësitë e mëhershme. Shpërndarja është bërë në bazë të bilanceve që secila bashki ka hartuar për dëmet e shkaktuara nga zjarret. Edhe pse Delvina ishte një ndër më të prekurat nga zjarret, do të marrë vetëm 36 milion lekë, të cilat deri më tani raportohet se do të shkojnë vetëm për dëmet në banesa dhe stalla. Verën e vitit 2025 pati dëme serioze në disa bashki të vendit për shkak të zjarreve, ku përgjithsisht kryesonin bashkitë e jugut të Shqipërisë, si Delvina dhe Finiqi, ndërsa Gramshi në Shqipërinë e Mesme. Sipas të dhënave nga Sistemi Evropian për Zjarret dhe Pyjet, gjatë vitit 2025 në Shqipëri u dogjën mbi 59.000 hektar pyje.